Një natë më parë, uji i lumit Seman ishte tërhequr nga tokat bujqësore në fshatin Goriçan të Dimalit, por këtë herë situata është përkeqësuar papritur, edhe pse rreshtet kanë pushuar, niveli i ujit është rritur sërish, duke futur në ujë qindra hektar tokë. Banorët thonë se kanë hapur kanale për të devijuar rrjedhën e ujit dhe për ta larguar atë nga parcelat bujqësore, por sot këto përpjekje nuk kanë dhënë rezultat. Ata dyshojnë se përmbytja nuk ka ardhur nga rreshtet, por nga shkaqet e tjera që mund të lidhen me rrjedhën e lumit ose me sistemin e kullimit. Nga gjysma dhe këte, po të ikim pak më poshtë, do më të jashtë e pa vjellë e gjithë. Kurse të ky salator, 2 lyme gjysmë salator, unë kam vjellë të pak në 25 kujtalë më së bej hashë. Unë pres çdo gjë nga kjo serë, nuk kam burim tjetër. Të tokë që pati baba im, ma dha ma. Unë nuk kam hequr këtë ujë, se ky ujë që ka ardhur sot dije nuk ishte. Ne i pastruam serën. Pastruam ujrat tam të shpëtojmë serën për të mirë në janar. I kom që da i pushit ardhë nga diga që kanë hapur ata. Fermerët tregojnë se serat e mbjedha me tranguj dhe domate janë prej 5 ditësh në ujë, prodhimi është dëmtuar rënd dhe rrezikon të kalbet plotësisht për shkak të qëndrimit të gjatë në ujë. Ata deklarojnë se dëmet do gariten në miliona lekë dhe se pa ndihmën e shtetit nuk mund të ringrihen. Që e komplet prodhimi, ta që i ka shkuar dëm, se aty ka rrezët nuk i funksionojnë me çdo gjë ai ka gjanë, po thoshin një 10 tonë që gjanë të qafa që nuk i punon me sistemi rrjetë. Tani që shpesonim nëse kanë qik çmima ato ka dhali 1500 lekë specifik, tani ato ikën do as fiksoja në me kalime dite ajo bima e rumetave ikin. Të ardhinat që kanë prodhuar gjithu, po të doj shteti nuk e bën dhe në fund ta lidhin andej dhe ta bën formunazhe. Edhe secili pastaj fermer të heqin ujin vetë ujit e shiut. Po të paktën të mërohet nga lumi. Majtëm dhe djemë dhe jemi bërë fishmen, ku i shohim ajtë pezmatuar ata, na duke su na bie faja neve që i majtëm të usilam tikin në migrim. Derisa të përfundojnë vlerësimi zyrtar i dëmeve, banorët flasin për një situatë dramatike. Rreth 40 hektar sera dhe 120 hektar tokë bujqësore janë aktualisht të përmbytura. Fermerët presin ndërhyrjen e autoriteteve dhe kërkojnë mbështetje financiare për të kompensuar humbjet e mëdha.